Në foltoren e Korçës, Sali Berisha i ftoi demokratët të vijonin protestat paqësore deri në rrëzimin e qeverisë Rama. Alarmin për korrupsionin dhe kapjen e institucioneve për kryedemokratin po e japin dhe partnerët strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryedemokrati deklaroi se Shqipëria po kalon tani një situatë e rrezikshme, jo vetëm për demokracinë, por edhe për stabilitetin evropian. Ajo lubia që shkonte për sigurua buken si babysitter në rrugë të Athinës. Tani kthehet dhe u vjedh, babysitter është gjë e nderuar, kthehet dhe u vjedh shqiptarëve 300 apartamente. Si ja u vjedh të do thonë, ja u tregoj tani, prisni. Mire ti, ndërtoje ti këtë rrugë me këtë çmim. Kaq milion do mi kthesh në apartamentet që do ndërtosh. Kjo ishte, do më thonë, me 2 jahte, me 15 supermarkete. Kjo. Dhe tani, me qenë se janë gjithçka të ngërthyer me Ramën, me qenë se Rama në të gjitha këto është hajduti i parë, aju na thot ne, miq, ai na thot ne, që jo, nuk ja heq imunitetin, që jo ligji gjykata s'ka që bën, që jo ligji s'është për ne. Ky është provokacioni më i ulët që është bërë në 35 vite ndaj forcave demokrate. Nuk ka patur kurrë. Imagjinoni ju. Imagjinoni në qeverisjen tonë. Dilte prokuroria që e kishim dhe armike atë, si quaj, Ina Ramën, po ama kur nuk i shkon të kuj nërmend të mos hiqte imunitetin e ministrave apo deputetëve, kur ajo kërkon të pavarësisht se ishte një armike e egër e Partisë Demokratike. Zbëj dysh. Vinte ministri, dorëzonte deputetin. Ndodhi me Ilir Meten. Ja montuan regjistrimin, në të cilën e vërteta se unë kisha shkresen, ky i thot ish ministrit tjetër, i thot, shiko thot, ky i Mertole, ishte një biznismen nga Elbasani, ka fituar gjyqin për një hidrocentral me një kompani italiane, ja mori italianes ky po. Dhe ky tani thot se nga mos zbatimi vendimit gjyqit, unë kam humbur 700.000 euro gjerë tani. Dhe Edi Rama me Filip Takullin e marrin dhe prej dhe ngjit shiritin dhe nxjerrin sikur i thot unë kam marrë 700.000 euro. Ilir Meta pa thënë asnjë fjalë prokurori kur u publikua video, mas 2 ditë më ka në zyrë më ka thënë tani unë jap dorëheqjen. Jap dorëheqjen, dorëzoj dhe imunitetin. Sepse, natyrisht, thot, normale që prokurori do më thrasë mua, po unë si zëvendës kryeministër nuk shkoj tek ai. Unë do shkoj si qytetar i thjesht, unë jam i pafajshëm, por këto nuk e faktoj si zëvendës kryeministër, po do e faktoj si qytetar i thjesht. Tani, urdhëroni standardin e hajdutëve. Ju kemi vjedh, jam kryeministër, ju kam vjedh, do t'ju vjedh. Absolutisht do të përmbysim. Si që kemi përmbys shtatorin e Enver Hoxha, do përmbyset Edi Rama. Këta miq kanë kaluar në akte nga më të pandodhshmet në Europë, përveç se në diktaturat e dikurshme të Afrikës. Ju më keni dëgjuar mua. Sa herë kam laku emrin e Ergys Agasit. Çfarë del tani? Ai ishte zëvendës kryeministër në hije. Ishte kryeministër në hije. Pse? Sepse atë përdorte Edi Rama për shumicën e krimeve të tij. Akshi, ajo i Albania, futet këshilltari, koordinatori i bandave,
me 15 vjetor, me 1.000 euro regjistron biznesin EA Solution, me 15 vjetor, në arkën e ti, në konton e ti, 232 milion euro, pa as një shpenzim përveç rrogave të dy vende në sipërmarrje. 232 milion euro, pa importue as një majelapsi, pa shpenzue as dhe një flet format, vetëm duke paguar dy vetë në sipërmarrje dhe parat tuaja nga kopshti privati e Edi Rams në kontot e ti. Dhe kjo është vetëm njëra anë, rëmbime, pegmarrje, zhduke njerëzish, që të gjitha. Ju konfisku vera Edi Rams, është Edi Rams ajo. E mori, mirë e bukur, nga shtëpia ku konfisku, nga magazina, nga qilari, ku konfisku e qojnë, është i filmuar, janë filmuar makinat që shkojnë drejt Lundës sipër. Pra, a ka provokim në të madh ndaj nesh se ky? Jo, nuk ka. Ky është i provokim i jashtëzakonshëm. Dhe ne, tani, jemi në këmbë, jemi me të vendosur se kur, thash dhe njerë, kur na kanë provokuar në shkallën më ekstreme, kemi ditë të tregojmë në mënyrën më të vendosur vendin, të gjithë atyre. Ndaj dhe ju garantoj se Edi Rama i ka ditë e numëruara, kohrat e numëruara. Se